Përshëndetje për shikuesit e emisionit Familja Jon. Sot do të flasim nga klinika gjermane e syve, do të flasim për një problem që rënë aktual, do të flasim për konjunktivitin alergjik. Meqense jemi në sezonin pranveror, e dim që këto raste gjithmonë në këtë kohë na shpeshtohen. Realisht është një problem që zakonisht prej moshat më të reja, domethënë shumë edhe moshat më të vjetra, gjithsesi janë më të atakuar moshat më të reja. Dhe simptomat e para të pacientit që paraqitet zakonisht është skuqje e syrit dhe kruje mjaft të shprehur. Për arsye, nëse fëmijët e juve kanë këto probleme, është mirë të sillet tek mjeku i syve. Na gjithmonë e potencojmë tek prindërit që neve na vjen një bashkëpunim shumë i mirë edhe me alergologët në këtë rast. Nëse ne në apatet tona në mikroskopin tonë na shohim që një pacient e ka një konjunktivit alergjik, atëherë gjithsesi duhet të konsultohet edhe me alergologën. E mira që të zgjidhet problemin e tërësi e jo vetëm pjesërisht. Për arsye se na si mjek të syve, na mjekojmë vetëm pjesën e syrit, nuk mjekojmë për alergjinë në përgjithësi. Përndryshe, nuk është ndonjë smundje që na alarmojmë ose që bëjë që ka ndonjë rrezik të madh. Po pacienti gjithmonë është një komfor për arsye se gjithmonë ankohet që tankon kam sytë të skuqur, tankon syni po mlëton, tankon po duhet ta kryej syrin, kështu që realisht nuk ndihet rahat. Kështu që me anë terapisë ne japim gjithmonë si pika si antihistaminik, përdorim një yndyrë që zakonisht ndihmon shumë që përdoret para se të mbitë flej pacienti. Kështu që vetëm ideja është që mos lihet pa u trajtuar. Për arsye se mund zgjat pak, pastaj më gjatë, pastaj bëhet si fazë pak më themi ashtu pak më e rëndë, por nuk është që na dëmton syrin në përgjithësi, po thjesht është një gjendje jo e mirë dhe jo komfortable.